Vetëm në mbrëmjen e së njëjtës, Ministria e Jashtme dha versionin e saj zyrtar në lidhje me arrestimin në Turqi të diplomatit shqiptar Agim Haxhia, i dyshuar për trafik droge. Sipas njoftimit zyrtar, Agim Haxhia, sekretari i dytë në ambasadën shqiptare në Maqedoni, i kishte humbur lidhjet me të afërmit dhe përfaqësinë tonë në Shkup që më datë 1 maj. Nisur nga mundësia e udhëtimit të tij drejt Turqisë, Ministria Shqiptare e Punëve të Jashtme, nëpërmjet oficerit të kontaktit të Policisë së Shtetit në ambasadën tonë në Ankara, u interesua pranë autoriteteve turke lidhur me hyrjen eventuale në territorin e Turqisë të shtetasit në fjalë, vendodhjen e tij si dhe ndonjë aksident të mundshëm. Në vijim të kësaj kërkese, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë turke informoi oficerin shqiptar të kontaktit se diplomati Agim Haxhia ishte futur në territorin turk me automjet nëpërmjet kufirit toksor me Bullgarinë më 1 maj dhe deri në atë moment nuk kishte të dhëna për ndonjë aksident. Pas pohimit verbal për hyrjen në Turqi të shtetasit shqiptar, Departamenti i kufirit dhe të huajve pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë turke njoftoi më 6 maj edhe zyrtarisht me shkrim oficerin ton të kontaktit. Pas disa komunikimesh mes përfaqësisë sonë dhe autoriteteve policore turke, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Jashtme, vetëm të njëjtën më 7 maj në orën 6 të mbrëmjes, policia e Stambollit përcolli me faks njoftimin për ndalimin e shtetasit Agim Haxhia me akuzën për tregtim të lëndë narkotike. Sipas njoftimit zyrtar të diplomacisë shqiptare, Agim Haxhia është ndaluar në segmentin rrugor Stamboll-Edirne 4 ditë më parë dhe aktualisht ndodhet në burgun Maltepe të Stambollit. Vendodhja konfirmohet edhe nga konsullata e përgjithshme shqiptare në Stamboll. Më herët, gjatë ditës së njëjtë, burime të mirë informuara që kishin shpërndar lajmin kishin pohuar se lënda narkotike ishte 65 kg heroinë e pastër. Po ashtu sipas të njëjtave burime, Agim Haxhia udhtonte me makinën e ambasadës me targa diplomatike. Nuk ka shumë informacion nëse ka të tjerë të arrestuar në këtë operacion, apo nëse Haxhia ishte pjesë e ndonjë rrjeti ndërkombëtar të trafikut të drogave, apo përdorej nga ndonjë organizatë për shkak të lehtësirave të lëvizjes me makinë dhe pasaportën e tij diplomatike. Zyrtari i arrestuar nuk bën pjesë në listën e diplomatëve të karrierës, pasi ai është përfshirë në radhët e shërbimit diplomatik rreth 3 vjet më parë, ndërsa punonte si gazetar në Agjencinë Shtetërore të Lajmeve ATSH. Pak muaj më parë ishte ambasada jonë në Rom që u përfshi në një skandal të ngjashëm. Por atëherë ishte shoferi i ambasadës që u kap nga policia italiane duke transportuar drogë. Kësaj radhe bëhet fjalë për një rang të lartë diplomatik. Por në njoftimin e fundit mbrëmjen e së njëjtës, Ministria e Punëve të Jashtme bënte kujdes të theksonte se sekretari i dytë i ambasadës sonë në Shkup nuk gëzonte më asnjë privilegj dhe imunitet diplomatik dhe ai do të procedohet sipas ligjeve në fuqi në Republikën e Turqisë dhe sipas konventave ndërkombëtare.